Plot 14 projekt vendime ju paraqiten për diskutim dhe miratim Këshillit Bashkiak të Vlorës në një mbledhje tjetër maraton të mbajtur këtë të njëjte që zgjati për rreth 4 orë. Projekt vendimet e para lidheshin ato me ndihmën ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin prill 2026, si dhe nga fondi kushtëzuar po për muajin prill 2026, të cilat u miratuan me konsensusin e këshilltarëve. Pashtu, këshilltarët diskutuan dhe miratuan edhe vlerën financiare të dëmeve të shkaktuara nga përmbytja në banesën e një shtetaseje, ashtu si kundër edhe projekt vendimet për dëmet financiare të shkaktuara nga djegja e disa banesave në qytetin e Vlorës, si dhe dëm shpërblimin financiar për personat e prekur. Një tjetër projekt vendim që u paraqit Këshillit Bashkiak të Vlorës këtë të njëjte për diskutim dhe miratim, ishte edhe një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 61, datë 19/8/2022, për një shtesë në vendimin numër 80, datë 2/12/2021, për përcaktimin e disa kundravajtjeve administrative dhe sanksionet që vendosen për to në territorin e Bashkisë së Vlorës. Pika 7 e renditës në mbledhjen e Këshillit Bashkiak këtë të njëjte ishte projekt vendimi për miratimin e bonusit të qeras që përfitojnë familjet, banesat e të cilave preken nga zbatimi i projektit rikonstruksioni kanalit ujrave të larta Vlorë. Ndërsa në pikën 8 të renditës, Këshillit Bashkiak ju paraqit këtë të njëjte për diskutim dhe miratim edhe një tjetër projekt vendim që ka lidhje me problemet sociale, si kundër është miratimi i subvencionit të qeras që përfitojnë familjet në nevojë, të cilat nuk mund të përballojnë me të ardhurat e tyre qera në tregun e lirë. Në pikën 9 të renditës, këshilltarët diskutuan miratimin e privatizimit dhe vlerës së privatizimit të banesave shtetërore të paprivatizuara, ndërsa në pikën 10 të renditës ishte projekt vendimi për miratimin e subvencionit të qeras që përfitojnë familjet dhe individët e prekur nga zbatimi i projektit lidhje e rrugës transballkanike me superstradën Fier-Vlorë, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave numër 254, datë 9/5/2018, projekt vendim ky i cili u miratua. Këshilltarët diskutuan dhe miratuan edhe një projekt vendim tjetër për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 100, datë 23/12/2026, për buxhetin e Bashkisë për vitin 2026 i ndryshuar. Ndërsa në pikën 13 të renditës, Këshilli Bashkiak pati për diskutim dhe miratim projekt vendimin për një saktësim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 109, datë 23/12/2025, për dhënien e dakordësisë për krijimin e servitutit të kalimit publik në pasurinë e përcaktuar në planin e rilevimit të zonës kadastrale numër 3467 në favor të pasurisë numër 2/2/2, zona kadastrale 3467, ndërsa pika 14 e renditës të Këshillit Bashkiak ishte projekt vendimi për zvendësimin e disa përfaqësuesve të Bashkisë Vlorë në bordet e institucioneve arsimore parauniversitare. Në pikën 15, këshilltarët diskutuan për çështje të ndryshme, ku trajtuan shqetësimet e banorëve të zonave ku ata përfaqësojnë, të cilat lidhen kryesisht me infrastrukturën dhe shërbimet publike.